Me ditarin e pasdites do të flasim për zhvillimet në Prishtinë. Vëmendja padyshim është atje për zgjedhjet që bahen fiks mbas 18 ditësh në datën 28 dhjetor, zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Partitë kanë nisur fushatën, por ndryshe nga shkurti, një pjesë e mirë e tyre kanë përfshirë edhe emra të rinj të paangazhuar më parë në politikën e Kosovës së këtyre viteve. Dhe një prej kandidatëve të rinj që do të jetë, që garon për herë të parë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, është zoti Skënder Thaçi, i njohur deri më sot si veprimtar i çështjes kombëtare, si filantrop, si biznesmen. Zoti Thaçi e kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Zoti Thaçi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ditarin e pasdites. Përshëndetje, merci, faleminderit për mundësinë. Unë e bëra një prezantim të shkurtër të veprimtarisë suaj jashtë politikës, pra që nga vitet 90 edhe deri më sot, dhe pyetja e parë padyshim ka interes edhe për publikun që pse vendosët këtë herë të angazhoheshit në politikë dhe të jeni kandidat për deputet për 28 dhjetorin. Të jemi sinqert, kjo pyetje më shtruar shumë, domethënë edhe nga familjarët e mi, nga miq edhe nga rrethi që më rrethon dhe opinioni. Ka qenë diçka e papritshme me fjalë kyçja ime në politikë, po duke parë rrethanat dhe ngjarje se si po rrjedhin në Kosovë, unë mora një hap, mendoj që është hapi duhur, unë nuk, si që thatë, unë nuk vi nga politika. Një munduar dhe me thanë që gjatë jetës time dhe karierës time të le gjurëm, dhe futja ime dhe me thanë në politikë është diçka që po për të dhënë një kontribut aq sa mundem për të bëjë ndryshim. Jo më ndërgjeshëm se unë nuk jam ai që mund të bëj ndryshime, po të paktën mund të jem një zër që të pak të tributin tim për të mirën e Kosovës. Pasi u a bën pyetjen familjarët, por edhe miqtë tuaj të shumt, çfarë ju thanë ata pas këtij vendimi që ju e kishit marrë tashmë? Po më thanë, tash është edhe ka diçka, siç e thatë ju, angazhimet e mia kanë qenë domethënë prej vitesh, mbi 35 vjet, dhe ishte një risi domethënë futja ime në politikë. Unë nuk vi nga politika dhe ishte një problem domethënë që kishte pak me drojë, duke pa se sa egër është politika shqiptare dhe konjunktura se si ecin domethënë, dhe me kishte frikën time domethënë që drejtimin tim që unë nuk jam mësuar që të funksionoj ashtu, por megjithatë u mor një vendim që shpresoj që do të dalë pozitiv. Patjetër, dhe ju e dini që e egër është politika shqiptare si andej dhe këtej kufirit, pra dhe në Tiranë dhe në Prishtinë, dhe jo më kot unë e përmenda dhe Shqipërinë, sepse veprimtarinë tuaj ju të paktën e keni patur në Kosovë, në Shqipëri, në Malzi, por edhe për te, pra në gjithë hapësirën mbar shqiptare në këto më shumë se 3 dekada. Pse zgjodhët alternativën e zonjës Mimoza Kusari Lila? Alternativën e zgjodha se zonja Mimoza Kusari Lila është një personalitet i dëshmuar, domethënë është në politikën kosovare, një aktor domethënë që ka dhënë shumë për politikën kosovare, dhe unë me thënë drejtën vendimi që unë kam marrë me kanë nxitë, unë për 28 vjet kam punuar, kam qenë bashkëpunëtor i ngushtë i një zonje nga Austria, që quhet Marianne Grap, dhe aty kam pa forcën e një femre, domethënë kur ka vullnetin edhe konkursinë e saj që mund të bëjë gjëra shumë mëdha dhe mrekullia. Dhe kjo është një ndër arsyet, duke pa forcën e zonjës Mimoza Kusari edhe mënyrën e saj të qasjet në politikë, u vendosa kjo alternativa, ajo drejton një parti politike që është alternativa, domethënë se është parti liberale e qendrës, dhe unë këto ekstremet nuk i dua as të djathtës, as të majtët, dhe kjo ishte ajo që të paktën të kyçemi të bëjmë diçka si një ekip simpatik që do vënë vetë për të bërë ndryshime as sa të mundemi. Që kemi aktor serioz domethënë për politikën në Kosovë. Zoti Thaçi, ju pavarësisht se kandidohuni për alternativën, jeni në koalicion me vetvendosje, pra në koalicionin e vetvendosjes, dhe do t'jeni dhe kandidat në listën
e kësaj partie, mos gaboj me numrin 36, apo jo? Po, pa tjetër. Po ne jemi në koalicion, është një koalicion me fjalë që në qirin e partijës vetëvendosje, si subjekti parë që është në politikën kosovare, aty jemi ne, si alternativë, është partia Guxo dhe partia Demokraciane Shqiptare, me fjalë 4 forca politike. Dhe unë nuaj që ky koalicion, siç është i lidhur me fjalë, edhe kështu duhet funksionojë Kosova. Se në këtë koalicion, partia Lëvizja e Vetëvendosjes është partia majtë. Partia Guxo është partia djathtë. Ne jemi domethënë parti liberale dhe Demokraciane dihet me fjalë dhe unë mendoj që është edhe një model që fundit e ka praktikuar Gjermania, pse mos ta praktikojmë ne kur ne jemi një grusht me fjalë dhe duhet jemi unik që të punojmë për thirrjen e Kosovës me fjalë për të lanë ato egot edhe xhelozirat me njëri tjetrin. Dhe unë mendoj që duhet të ecim, ta shohim. Buqetet të gjitha linjave politike do ta përmbledhnim koalicionin e vetëvendosjes për 28 dhjetori. Zoti Thaçi, më thoni ju, si e keni parë nga jashtë politikës krizën e tej zgjatur në Kosovë, që nga zgjedhjet parlamentare të shkurtit edhe deri në mbyllje të vitit që nuk mundi dot të krijonte dot qeverinë? Po dëgjoj, fakt politika kosovare këto muaj ishte një tsunami politik që nuk i duhet Kosovës, nuk i duhet popullit e Kosovës me fjalë, po egot politike të partive politike e sollen aty ku e sollen për fat keq. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Kosova duhet të ecën përpara me fjalë dhe duhet të jemi shumë vigilent, domethënë që janë pasojat të paparashikuara. Dhe ky është një problem shumë i madh me një fjalë, qeveria Kurti nuk mund të merret në fakt pushteti pa votë, se është verdikti i popullit. Institucionet domethënë duhet drejtohen nga vota e popullit. Dhe pavarësisht që koalicioni kishte masën shumicën me fjalë, opozita nuk u tregu konstruktive me fjalë, nuk u tregu bashkëpunduese, po kishte egon e vetë në çdo kusht për të marrë pushtetin dhe e solli situatën aty ku e solli që nuk ishte drejtë, domethënë se Kosova nuk e ka luksin për një kohë shumë të shkurtër të bëj zgjedhje. 2 zgjedhje parlamentare brenda një viti. Po absolutisht, domethënë nuk është luks ky, nuk e ka luksin, po shpresojmë që me datë 28 vota e popullit, verdikti i popullit do shkojë aty ku duhet. Edhe kjo qeverisje që për mendimin tim ka bërë punë të jashtëzakonshme, ka bërë punë të mira, me fjalë që të vazhdojmë me punë të mira, domethënë me rrugën e Kosovës, me integritetin e Kosovës, me zhvillimin ekonomik dhe të ecim përpara me fjalë. Kjo është. Ju besoni që vota e 28 dhjetorit do ta reflektojë edhe këtë mërzi edhe të votuesve për atë që ndodhi në këtë një vit që u mbajtën zgjedhje dhe nuk patëm dot një qeveri, pra do të jetë më e qartë vota e 28 dhjetorit nga ajo e shkurtit? Po shpresoj se po, se populli është lodhur dhe u pan skenaret me fjalë të gjitha këtyre lojrave, ta quajmë politike me fjalë, dhe unë mendoj që do të ndëshkohet. Ajo pjesë do të ndëshkohet dhe uroj që të shkojë me fjalë ashtu siç duhet dhe Kosova të ketë një qeveri stabile që të ecën me zhvillimin ekonomik, me integrimet evropiane me fjalë edhe të ecën përpara. Ju besoni që në 28 dhjetor, pra nga vota e këtyre zgjedhjeve, koalicioni vetëvendosjes me partitë e tjera doja dalin për të formuar vetë qeverinë, apo do të ekzistojë sërish marrëveshja si mundësi me një prej partive të tjera? Unë të shi po flasë me që u futën politik, po e them kështu si politikanë, urojmë që ta marrim, të fitojmë shumicën dhe të krijojmë qeverinë me fjalë. Po edhe tjetra, në qoftë se pa dyshim që ne si koalicion do të dalim parë me fjalë. Dhe pjesa tjetër pastaj duhet i bi lavti dhe kalkulimit që pa koalicioni vetëvendosje asgjë nuk mund të bëhet në këtë vend me fjalë. Ky ishte treguesi i fundit, u lutën që gjitha mekanizmat për të ardhur aty ku kishin qëllime dhe nuk i arritën. Dhe uroj që ne na duhet një qetësi dhe maturi. Jo akuzë, jo përplasje, por na duhet një unitet me fjalë.
dhe të mbizotroj arsyeja dhe populli i Kosovës është aq i lodhur me fjalë dhe ka nevojë për një stabilitet me fjalë dhe mos merret me politikë, por të merret me hallet që ka, me zhvillimin ekonomik, me problemet sociale që ka dhe tesi përpara. Zoti Thaçi, fushata juaj në ditët e mbetura, pra edhe për 18 ditët deri në 28 dhjetor, ku do të përqendrohet në takime, në rrjetet sociale, me mesazhe? Më thoni si do të jenë ditët e mbetura deri në 28 dhjetor? Ne kemi shtabin ton, me fjalë të subjektit ton politik alternativa, dhe më thënë shtabin e zgjedhjeve dhe kemi agjendën shumë të ngjeshur, me fjalë për takimet do të shfrytëzojmë çdo mënyrë, formë, dhe më thënë deri në derë që thoni një fjalë që t'i takojmë zgjedhësit, pastaj janë në mediat, rrjetet sociale. Po fokusimi im direkt do të jetë, domethënë, do jetë zhvillimi ekonomik dhe turizmi. Unë pretendoj që e njoh këtë fushë, me fjalë kryesisht fushën e pjesës e turizmit, dhe Kosova ka një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe mund të ecet përpara, me fjalë, po duhet një shtytje e madhe dhe sa ndryshime që të bëhen në të ardhmen edhe si ekzekutiv. Duhet krijohet Ministria e Turizmit, që për fat keq Kosova nuk e kishte, është vetëm i vend në rajon. Kryeministri Kurti në programin e fundit që është palosur me fjalë për qeverisje, veç u prononcuar që do të krijohet Ministria e Turizmit, Agjencia Kombëtare e Turizmit dhe të ecim përpara në fillim. Pra, fokusi do të jetë në këto dy çështje që ju sapo mi përmendët, apo jo? Po, patjetër. Po, edhe mjedisin do jetë që unë me që jom këtu dhe jom pjesë e dashamirësisë, dhe më thënë të mjedisit e pasër, do merremi edhe kemi edhe si programi, fjalë çështjen problemin e mjedisit, kemi edhe programin social, po jo në atë masën, dhe më thënë të ekstremit majtë, si të mund të kenë partitë tjera, po megjithatë ne programi do të koordinohet me partnerët e koalicionit dhe mendoj që do ecë mirë. Vota nga brenda e Kosovës është e rëndësishme, por e rëndësishme është edhe vota e diasporës, e mërgatës, edhe nëse vjen fizikisht, apo nëse e dërgon me post, edhe në këto zgjedhje do të ketë rëndësinë e saj, apo jo besoj? Ka rëndësi shumë të madhe, me thënë drejtën, dhe mërgata është jashtëzakonisht e shqetësuar. Unë shoh me fjalë dhe në takimet, ndërhyrjet me marrin, janë jashtëzakonisht e shqetësuar me fjalë, ato e ndjejnë shumë më mirë, e shumë më rëndë situatën se sa ne në mbrëmësi që jemi këtu. Dhe ata janë jashtëzakonisht e përkushtuar me fjalë për të votuar, dhe unë sa shoh me fjalë janë shumë të predispozuar me fjalë që të votat e hidhet ku duhet të koalicioni i jonë dhe të vendosim me fjalë me partitë tjera që jemi bashkë. Në këto ditë se hyrja juaj në politikë është në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sondazhet, zoti Thaçi, si kanë qenë për partinë tuaj, për koalicionin, si kanë ndryshuar me ato të shkurtit, ka një indikacion tjetër për këtë fund dhjetori? Po trendet janë pozitive, me thënë drejtë shumë herë të shiqet bëhen sondazhet, po në bazë terrenit edhe në bazë opinionit që shipen gjana, dhe me thënë unë jam shumë optimist që do të shkojnë marrë. Do të jetë një trend shumë pozitiv sa i përket zgjedhjeve në 28 dhjetor. Pa asnjë dyshim. Dhe në fund të kësaj bisede, nëse ju e keni një mesazh për ata që janë ndjekësit tuaj, dashamirësit tuaj, deri dje jo në politik, por tashmë me kandidimin për herë të parë si deputet në 28 dhjetor, mund ta përmbyllim bisedën me këtë mesazh. Faleminderit, unë mendoj që opinioni i gjerë me njeh për punën që unë kam bërë me fjalën si në Shqipëri, si në Kosovë. Angazhimet e mia nuk kanë qenë të pakta, kanë qenë që është lënë i gjumë jashtëzakonisht e madhe. Mendoj që kur kombi im ishte në hall kur Shqipëria lëndonte, domethënë nga sistemi i tranzicionit, ndryshimit i sistemit në tranzicion, isha unë ai që i shtiva dorën dhe u përkushtova. Kur Kosova lëndoi me luftën me gjakun, isha unë ai që i gjeta pranë që në 98-ën isha pjesë e luftës
deri në shlirimin e Kosovës, mi fjalë që kanë shku me mija refugjat në përdurët e mija në Shqipëri, me trajtim, me strehim, me bukën, pastaj pas luftën e Kosovë, me emergjencën, me rindërtimin, me drenicën. Unë mendoj që populli shqiptar ka sedër, nuk e ka harresen, edhe duhet ta ketë edhe milion, unë e kam bërë për kombin. Unë mendoj që mund të jemi i duri që, siç e thash në fillim, nuk jam i politikës, nuk hi në politikë për vetën time, unë për të marrë nga politika, unë jam fut në politikë për të dhanë, në politikë për të dhanë shoqërisë, për të dhanë popullit tim. Dhe shpresoj që do e dalë. Zoti Thaçi, unë ju uroj suksese në fushat dhe suksese dhe në rrugtimin tuaj politik me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit juve. Do të ecim me të tjera zhvillime të ditës. Një hetim ndërkombëtar ka zbuluar se një dhurues